Më ka vyt natë edhe më kam shoh, bam shoplok. Edhe ja dhash kodin e telefonit edhe kanë hi keq senet mi kanë fshin, në gjëzimet e ke. Shikues të nderuar, java që po e lëm pas pati një seri skandalesh në policinë e Kosovës. 2 prurë të lartë të policisë u suspenduan për shkak se u përfshin në një aferë ku u liruan një biznismen nga Peja. Një nën kolonel dhe një toger u suspenduan e më pas edhe u paraburgosen për këtë aferë. Edhe në zona tjera të vendit pati disa incidente ku policët të i kaluan kompetencat e tyre gjatë punës. Disa suspendime të tjera ndodhen për shkak të dhunës dhe brutalitetit policor. Gjatë muajit qershor në Kallzo.com kemi raportuar për disa raste ku policët e Kosovës janë përfshirë në veprime të dyshimta dhe në afera të keqpërdorimeve. Pas publikimit të hulumtimit për eprorët policor të Pejës në Kallzo.com kemi marrë një denoncim tjetër mjaft serioz. Dardani, 38 vjeçar nga Ferizaj, pretendon se është goditur nga një polic brenda stacionit të policisë. Sipas ligjit, policia nuk guzon të ra askënd, të paktën jo qytetarë që nuk rezistojnë dhe nuk paraqesin rrezik për sigurinë. Të jemi të qartë, shikues të nderuar, Dardani nuk ishte shku në stacion si i dyshuar dhe nuk ishte i arrestuar. Ai kishte shkuar në stacion për të raportuar një sjellje të një polici tjetër të Kosovës. Por, sipas dëshmisë së Dardanit, ai doli nga stacioni i goditur me shuplak nga një zyrtar i policisë. Une me të 23-in gjashtin, qëti muji, para dedetve, ka po gruja ndeshën një më konë fjetë në gjëmë medial. U konë ora 4:02 minuta. Kër më thiri gruja, tha hajde tha se këmë bo ndeshje, shkova të venin gjarës, fshatin Lëshkabare. Lojza, në Lojza, drejtem qtimes. Kër shkova atë, ke ketë në regull. Edhe policët kër erdhën venin e ngjarjes, u konë ketë në regull. Mu vrasi që në vra, po u konë që të mirë. Tani e tu si policisë më tha, merë veturën edhe shkon një në spital, për spitalit vini në stacion. Tu shku për spital të FSK-ja të rejthi aty, më noli një fare polici me edhe tha me ka një rejth. Thash o zëtni, thash e kam gruën në spital, thash me kërka nuk i më rejth. Thash nësë jam një gjallë që rejna, jam bobi 2 fëmijëve, lem rahat. Janë nisi të mbërtit, mus levezu sjell pak si keq me mu. Qysht ka bërtit? Çat ka thonë? Rrej që to mus levez të ta verifikojna me ka një rejth. Thash, o me kërkan që më rejth zëtni, e kam gruën keq. Ka dhimt me ambulant ka shku në spital. A kej polici në patrol? Apo qysh ndali? A pat në arsye pse të ndali? Kur far arsye, heq që më dul për para. A ke me radar, a ke me diçka? Pa radar heq, veç mi hopi durt para kerrit edhe më dul për para. Edhe më bërtiti që reqeto, mës levez, unë i thash jam duna me shku, jam mës levez, verifikohet thash që u bani ndeshje, jam të shku të gruja, të lutem. Edhe thash më së mbërtit. Tani tha hec, tha hop. Më erdhëran, edhe isha në stres të dirus. Kur shkova në spital, e poshtë që është mirë, masa të i të thirën një në mdyshin, thash lidhë me shefin e ndërimit. Mës jom lidhi me shefin e ndërimit, i thash zëtri, thash kam një ankes. Tha prit veç pak se i shkon togeri sërbë. Edhe ma dha një policë në telefon. Dhe i tregova qysh është puna të ko puna, thash du me bo ankes, se kja nuk është e drejtë. Edhe thash, ka me pos pasuja për qëtë punë që më pengajnë që si rastin ditet më të fështirat minja. Thash pasuja ligjore. Jo kështu me kërcnua nëjse. Kore për atyit e mora gruën e qova tani të policia e Frejzajt, deshti me dhonë deklarat, thanë jo hajde nesër. Keto kese, policu s'jel ka gja mirë. Tani ma boni rështeri, tha ktheu të e bojnë allaf. Tha shpeqaj gruën edhe kthejna. Dardani flet për një ngjarje e cila është mjaft shqetësuese. Ai në dëshminë e tij ka fotografitë të cilat i ka shkrepur pasi ka dalë nga stacioni i policisë, e po ashtu ka një raport mjekësor të cilin e ka marrë pasi është trajtuar tek mjeku. Në stacion ku ndodhi ngjarja, kishte edhe policë të tjerë, por askush nuk u mor me kërkesën për llogari ndaj zyrtarit, i cili pretendohet se ushtroi dhunë.
Sipas ligjit, nëse një policë është dëshmitar i një rasti të dhunës ndaj një qytetari, ai duhet të raportojë atë dhe të ndërmarrë masa për ta parandaluar. Në këtë situatë, kolegët që e pan dhunën do duheshin të hapnin rast në IPK. Mirë po kjo nuk ndodhi. Dardani u obligua që personalisht ta denoncoj rastin në IPK. Shkova në atë, thash, zëtni, thash, qështo, thash, du me bëhen kes, ta hinë me një dhe, hina me një dhe. Brenda stacionit? Brenda stacionit më shtenën në fund, edhe poshtë që diçka s'është puna mire, shlova telefonin një gjëzim, se pak si nervas kënë. Edhe më shtenën me një dhe, kur erdhën dhe hetus, njona police emrin e hetusit nuk e di. Edhe një polic qëtër kënë. Në 4 polic kënë. Kur janë nisi aja me vetë shpërshka ke orë, te ke orë, që polici i të regova që qështu më ka ndodhër. A është e drejt ke punë. Kur e ki gruën në spital, qikin e vogël që u kom kërë me to, unë e thash si prend, thash jam në shtres, thash. Edhe aj mu më ka pengu në qëtë pika. Ta një erë një qaj hetusi e ma boni, tha, o majmon, kujna po dëti mi qilë rast. Unë e fe që kisha telefonin në gjep. Thash, zëtëri, thash, jam të full me ty të rina me respekt. Ma boni, tha, kriminal policaj, gjëmënesht. Thash, mos ma najgore me mu, thash, se s'ko mordën, thash, me boj gore. Tha, po dhjera Marion. Thash, zëtëni, merë në gjokin, bane testin, nuk jam i Marionës. Thash, më ka ndodhë një tragedi që si cili prend në gjëm i shtresu. Kja është njërzore. Tha, shprazi gjepat, thash, ju pse, tha, rështer arrestim, mu më arrestu. Thash, për shka mu më arrestu kanusjet policit. Thash, për shka pas na kanusën, thash, nëse ti mu më shtim bërg për një vepër që se kom bon, ose pa fajshë mund pa diti për vjedhet liris. Tha, shumë për di që sanit, tha, që ti kejt shakin gjepa. Edhe i qita shakam gjepa, po telefonin në qëzim. Edhe ma më shaj flakaresh. Ma më shaj ka gjasi fart. Kush të ka godit? Qaj hetusi. Ta një dull të rështeri, tha, rështer, tha, shefe, tha, shka të bonke, që ka një gjithë, është dhe për penale. Aty në dhomë, kush ka qenë prezent kur të ka godit hetusi? Rështeri, a i hetusi qeter, edhe që edhe aja më ka kërcënu masanej. Qysh të ka godit me shuplak, me grusht? Më ka vyt natë dhe më kam shu, bam shuplak. Dhe me thonë pe 10 metre distancë. Tha ketë myti, tha, me bo me qëtin të orë. Kjo po pretendoni që ka ndodhur pasi ata e kanë vërejt që ju jeni duke gjiru? Po. Tani hini të gjeri mrena që u afru ma nga, se të dera ke kërë ma më shaj shapu. U afru të dera, tha, s'ke bo mirë, tha që ke në gjizu sa u vej për penali. Tha, shak që po ndodhin shumë sene në Ferezaj, që shtë në taj pëlletëve që po më sjellën keq, me qytetarë të shone, për sigurit e më veç në zonë e kumë qitë me në gjizu. Tha, shkërkej folje nësë është vej për penali, po, unë e vetin do në me mbrojt dhe qysh, se pa drejta janë nisi pifës e kësë dhe jelë në stacion. E ma herët, a e ke njofti këtë policin që të kanë dalë këtu të kazemës? Po, sa herë se një herë e kom pas një rast të vogël edhe ju më manku për një policë, se që atë zahër më ka marrin aute. Ko mundësi. Pra ke pas edhe rastet të tjera kur janë ku në policinë në Ferizaj? Po, se më kanë zahëbot sa herë policia Ferizaj, gjithë më kanë mundës. Gjithë sa herë më kanë zahëbot. Me shikime, me vepra. Edhe tani në malesh që unë anë këjna, nuk e doraj, se kur t'jam drejtë zotit, pëse për mu cëvda. Që kja është. Edhe që ka ndodhë, pastaj po thu që të ka godit hetusi, të ka godit me shuplak, so herë të ka godit? 3 herë më ka godit shuplak. Po një herë më ka godit që atë kërë më ka diktu që e këmë në gjizu, 2 të nërë për një avdhën kodin e telefonit. Edhe unë e mora frikë. Edhe ja dhash kodin e telefonit, edhe kanë hi ketë senet mi kanë fshin, në gjizimit e ketë. Edhe më kanë shti me në nshkru një letër që unë e tërhekna prej ankesës të ati policit.
me njëherë për aty të këmë thirë inspektoriatin, kom shku të mjeku në spital, kom bërë raport mjekësor që ja ka me veti, dhe e kom thonë ati të inspektoriatit që është për rajonin Ferizaj, apo takohem që tash, a qysh për ja bojmë, tash se policia tash më kanë godit. Tha vi nesër në 10 ora, më thirë në telefon. Kur e kom thirë në 10 ora në telefon, i në taku në 13 ora në stacionin policor të Ferizajt. Një ditë pasi Në 24. Kur shkova një ora në stacion policor të Ferizajt, i shkon qajetusi me një polic qeter, edhe thanë hajde nalt, hypa nalt, më shtenën me një dhomë, edhe është deklaratën që shka ndodhë, edhe më boni, tha shumë, tha po ki problem, tha ti me polic. Zyrtari i IPK-s? Thash, zotëri, thash, pa drejta, thash, në si dëraj. Keq si baj kërkuj, një fukaro më koni një maj, ama pa drejtat nuk i dëraj. Ska pos drejta, i thash, më godit më shuplok, s'kan pos drejt më kërcnu. Edhe leje më arrestu, më gjitë senet që si kam, që e këmë ka njës polici. Edhe ja këmë kalëzu kejtë senet. Në fund, tha, shkën shpe, të lejmë raj. Kër e thira në ora 17:05 minuta, hetusin e IPK-s, ma boni, tha, për te prejshë ti. Tha, shka po më thirë, tha, 100 herë me këtë telefonata. Tha, zëtëri, tha, që jam pole dëmtume, që nuk ka mo argument kja pun, edhe te si hetusi IPK-s, më falë, pa ma ban për te pranë. Që kë rosti i djehit, që kë mua më ka par djehit, më falë, më ka, që me thonë, non-stop as nautën se më pa flajt, qatë që më ka, ku guxo polici zyrtar më mshu qytetarit. Edhe ku ka drejtësi këtu me më thonë edhe IPK-s pse po më thjerë. Ku i në të jetu shka puna, pse kështu? A është e drejt një prind që ban dikush ndeshje, gruja ti me qikët vetë, edhe je i marakës, ban vakisi cilit njëri i këtruni nuk di shka me bo, është një stres të madhë. Mos ka ndodhë dhe një lëndim i randa në isen, edhe tani plus me bo hajgare që shto policia, dhe plus me të rej. Kjo është e pa legjore. Në posë menimit të. Dhe që është janë ligjet në Kosovë, nuk e di. Veç e drejt nuk është. Po këthejmë në njerë të qajo dita kur po thu që ju kanë fut në një dhomë. Sa ora ka qenë për afërsisht? A manin mendo sa keni qëndru aty brenda? Për orës 19:02 minuta deri 19:40 te i kom dalë për aty. Qëtë periodë, 40 minuta, sakt. A ju kanë vetë ata diçka rreth aksidentit të grus, apo veç konkretisht me këtë policin që të kanë dalë? Konkretisht veç me këtë policin që më kanë dalë, kurse ai polici që ka pas rastin në aksidentit, ata janë sjellë shumë mirë. Edhe alo janë të sjellë mirë. Të me thonë, unë për thamë shka është. S'ka bajt në tasht aksidenti me qëtë rastin të. Po edhe lidhet me këto se qashtu o kap. Më folë se dhe me avokatën, ma boni, tha Dardan, tha mësi s'ki më fakte veç atë fotografin të mjeku, tha ruje, tha se shka s'ka, mujnë me thonë që janë ka bohin gjymë, janë ajsen, kja nuk është e vërtet, nëse thëj. 38 vjeçari nga Ferizaj denonson edhe publikisht ngjarjen që ndodhi në stacionin e policisë në Ferizaj. Ai pretendon që u godit 3 herë me shuplak, ndërsa zyrtari që pretendohet se e kreu aktin, vazhdon të punoj. Kemi kërku llogarin nga policia e Kosovës për këtë ngjarje. Policia e Ferizajt nuk ka pranuar me dalë para kamerës edhe me sqaru situatën. Të vetëm përgjigje, ata na e kanë dhënë me shkrim dhe aty kanë konfirmuar se çështja është duke u hetuar nga IPK-ja. Stacioni policor në Ferizaj është njoftuar lidhur me pretendimet e paraqitura nga ankuesi. Lidhur me këtë çështje është informuar edhe Inspektorati Policor i Kosovës dhe me datë 24 qershor 2025, rreth orës 13:30, ankuesi është intervistuar nga hetuesit e IPK-s në stacionin policor në Ferizaj. Aktualisht, rasti është duke hetuar nga IPK-ja dhe mbetet në kompetencë të plotë të këtij institucioni për trajtim të mëtejmë. Policia nuk pranon të sqarojë situatën duke pretenduar që tash çështja ka kaluar në kompetencat e Inspektoratit Policor të Kosovës.
E kemi kontaktuar edhe inspektoratin policor për me sqaruar rastin. Edhe IPK, sikur policia janë përgjigjur me shkrim. Referuar kërkesës tuaj mediale, Inspektorati Policor i Kosovës ju konfirmon se ka pranuar ankesën nga qytetari në fjalë dhe aktualisht çështja është në fazën e hetimit paraprak dhe veprimet tona do të ndërmerren konform autorizime ligjore në koordinim me prokurorin e shtetit. Shikues të nderuar, kemi ndjek një denoncim mjaft serioz për brutalitet dhe dhunë policore. Është mjaft me rëndësi që në secilën situatë i raportoni këtë ngjarje dhe normalisht të siguroni prova. Hetimet për ngjarjen pritet të zhvillohen brenda pak javësh, ndërsa ne do të vazhdojmë ta mbikëqyrim gjithë ecurinë e këtij rasti.